Një vizitë e qetë në parkun kombëtar sapo u shndrua në një makt ligjor. Kur Jacksoni pa diçka të çuditshme mbi kurrizin e një elefanti, ai nuk e dinte se pushimet e tij sapo përfunduan. Ajo që zbuloi brenda asaj çante të fshehur nuk ishte thjesht e pazakont, ishte tronditse. Ndiqni këtë histori deri në fund për të parë se si një kafshë madhështore u përdor si mushk për një rrjet kriminal dhe si një policë jashtë detyre vendosi gjithçka në rrezik për t'i ndaluar ata. Gjatë një turi në një zonë rurale, një turist dëshmon një elefant që sillet çuditshëm dhe vendos ta shohë më nga afër. Për surprizën e tij, ai pa diçka që e bëri t'i telefononte policisë menjëherë. Kur Jacksoni doli nga logja e tij atë mëngjes, ai ishte i emocionuar që ndodhej në parkun kombëtar Kruger. Edhe pse kishte jetuar në Afrikën e Jugut gjithë jetën, kjo ishte hera e parë që përjetonte nga afër pamjet mahnitse të parkut dhe jetën e egër të rrallë. Ishte dita e tretë e qëndrimit të tij, dhe ai me mikun e tij Markusin ishin të etur për më shumë aventurë. Me aparat fotografik në dorë, ata u nisën për një safari të vetë drejtuar, gati për të zbuluar bimët dhe kafshët e pabesueshme të parkut. Ndërsa lëviznin përgjatë shtigjeve të vështira në një automjet të hapur safari, ajri i ngrohtë zjente nga emocioni. Jacksoni dhe Markusi shijonin bukurinë e paprekur rreth tyre, duke pritur me padurim se çfarë do të sillte dita. Papritmas, një skenjë që të linte pa frym u shfaq para tyre. Një tuf elefantësh po kalonte rrugën me hir. Fytyra e Jacksonit u ndriçua nga mrekullia dhe një buzëqeshje e madhe e pushtoi. Ai kur nuk ishte ndjer aq i lidhur me natyrën. Pa hezituar, dy miqtë zgjodhen të ndiqnin gjigantët e butë. Automjeti i tyre lëvizte nga balë, i kujdesshëm për të mos shqetësuar ritmin natyror të tufës. Elefantët endeshin të qetë nëpër rrafshnalta barishtore. Jacksoni ishte i magjepsur nga mënyra se si ata ndërvepronin. Nga energjia lozonjare të vejilve, te urtësia e qetë të moshuarve që ndiqnin tufën nga pas, Jacksoni vazhdonte të bënte foto, i etur për të ruajtur kujtimin. Por pastaj diçka u tërhoqi vëmendjen. Një nga elefantët dukej ndryshe. Jo sepse ishte më i madh apo kishte çatall mbreslënës, por shkak diçkaje të huaj në shpinën e tij. Duke piceruar syt në ndritën e diellit, ata u përpoqën të kuptonin se çfarë bënte këtë elefant aq të pazakont. Ndërsa mjeti i tyre rrokullisej në shtegun e dhat, ata qëndruan të përqendruar te elefanti me pamje të çuditshme. Por pavarësisht se sa afër shikonin, nuk mund ta dallonin dot se çfarë kishte mbi të. Provuan të përdornin dylbinët për një pamje më të berë, por ishte ende shumë larg për ta parë qartë. Tashmë më kurioz se kur, Jacksoni dhe Markusi vendosën se duhet ta shikonin më nga afër. Ata vazhduan të ndiqnin gjigantët e butë. Së bashku, ata qëndruan me historinë e tyre emocionuese, me një plan të shpejt për të mtjekur të notën të tjerë foto dhe 10 minuta të tjera për të komunikuar me policinë. Por përpara se të zbulojmë misterin e çantës, na bëni një like kësaj videoje dhe shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë nga historitë tona të pabesueshme. Por në vend që të merrnin përgjigje, ajo që zbuluan vetëm e thelloi misterin. Mbi shpinën e gjerë të elefantit qëndronte një strukturë pazakont, një platformë improvisuar e dekoruar me atë që dukej si një përzierje objektesh. Të dy miqt piceruan syt, duke u përpjekur të deshifronin natyrën e kësaj pajisjeje kurioze. Një çantë misterioze ishte vendosur në një shatël mbi kurrizin e krijesës. Ishte një sekret delikat, i fshehur me zgjuarsi nën plot fat e lëkurës së ashpër të krijesës. Me një emocion të qetë, të dy burrat u afruan aq shumë sa të duheshin, mbajtur një distancë respektuese për të mos shqetësuar krijesën. Duke parë përmes teleskopit, detajet e çuditshme të platformës së improvisuar u bën më të qarta. Kishte pëlhur, shtoq dhe një kapele, por ajo që binte në sy tani ishte çanta e vogël që qëndronte aty sikur t'i përkiste asaj vendi. Ata nuk mund ta kuptonin se si kjo kishte kaluar pa u vënë re. Askush nga elefantët e tjerë nuk kishte diçka si shatël. Jacksoni dhe Markusi shkëmbyen vesqarje të habitura. Si ishte e mundur që askush nuk e kishte vënë re këtë më parë? Zbulimi i çuditshëm ngriti një varg pyetjesh. Kush e kishte vendosur atë çantë aty? Dhe mbi të gjitha, çfarë kishte brenda saj? Misteri i tërhiqte në kuriozitet, por momenti kaloi shpejt. Elefanti ishte mbaruar së piri dhe filloi të bashkohej me tufën. Pa humbur kohë, dy miqt hodhën përsëri në automjetin e tyre, ndozën motorin dhe ndoqën kafshën e madhe. Jacksoni nuk mund ta hiqte ndjenjen se kjo ishte më shumë se thjesht një pamje e çuditshme jetës së egër. Ndërsa kamioni i safaris u tërrinti në shtegun e dhat, ata mbajtën një distancë të sigurt. Pastaj, pa pritmas, diçka ra një shatla. Një çantë rrokullisi mbi garun e dhat duke ngritur një re të vogël pluhuri. Burrat shikuan njëri tjetrin me syt hapur nga shoku. Ata shkelën frenat dhe u hodhën jashtë, të etur të sinin se çfarë kishte rënë. Sa po morën çantën dhe e hapën, mbetën të shtangur. Jacksoni,
i cili në fakt ishte një oficer i policisë së Afrikës së Jugut që po pushonte për të shijuar parkun, ndjem menjëherë instinktet e tij të zgjoheshin. Edhe pse çanta duke e zakonshme, diçka rreth saj ndezi këmbanat e alarmit. Ai ngushtoi syt dhe ndjenja e detyrës mori drejtimin. Ai duhet të vepronte. Nxori telefonin dhe thiri shpejt autoritetet e parkut. Ai shpjegoi se çfarë kishte ndodhur, duke theksuar çantën e çuditshme që kishte rënë dhe shqetësimin e tij se ajo mund të mbante materiale ilegale. Rojet, të mësuar me situata të çuditshme, e morën raportin e tij seriozisht dhe e siguruan se do ta shqyrtonin menjëherë. Ndërsa mjeti vazhdonte të ndiqte tufën, mendja e Jacksonit po bluante. Si ishte bërë ky elefant pjesë e asaj që dukej si një skem kontrabande? A ishte kjo thjesht një ngjarje e çuditshme apo pjesë e diçkaje shumë më të madhe që po ndodhte brenda parkut? Misteri që po zbuloi shtoi një stres tensioni në ekspedit. Jacksoni ishte i ndarë mes rolit të tij si turist dhe instinktit të tij si oficer i zbatimit të ligjit. Ai luftonte me kompleksitetin e situatës. A duhet vazhdonte të ndiqte tufën apo duhet të kthehej dhe t'ia linte hetimit autoriteteve kompetente? Ndërsa i debatonte hapin e radhës, elefantët vazhdonin të lëviznin, të pavetdijshëm për konfliktin njerëzor që po luaj pas tyre. Në fund Jacksoni vendosi se nuk mund të rrezikonte që dikush ta merrte çantën para se të vinte ndihma. Ai do të qëndronte afër dhe do të vëzhgonte derisa të shfaqeshin rojet. Duke kuptuar seriozitetin e situatës, autoritetet e parkut kontaktuan shpejt policinë lokale. Zbulimi i Jacksonit për një çantë të dyshimt dhe një elefant që mbante një ngarkesë të çuditshme i dha jetë të re një përpjekje të vazhdueshme për të zbuluar një rrjet të fshehur droge që kishte arritur t'i shpëtonte ekspozimit për shumë kohë. Kur policia lokale mbërriti në parkun kombëtar Kruger, Jacksoni ndjeu instinktet e tij profesionale të ktheheshin. Ajo që supozohej të ishte një arratisje paqësore nga detyrat e tij, papritmas ishte bërë një lloj i ri hetimi, një hetim i vendosur thellë në egërsi në vend të rrugëve të qytetit që ai njihte aq mirë. Oficerët e njohur me terrenin dhe sfidat që ai paraqiste e informuan Jacksonin. Kishte pasur përshpëritje për një rrjet sekret kontrabande që përdorte parkun dhe madje edhe kafshët si pjesë të operacionit të tyre. Por deri tani, asnjë provë konkrete nuk kishte dalë në dritë. Jetur për të ndihmuar dhe intriguar nga rrethanat e pazakonshme, Jacksoni u bashkua me oficerët. Përvoja e tij në zbatimin e ligjit dhe përvoja e parë me elefantin e bën atë një aleat të papritur por të vlefshëm në këtë rast. Ndërsa dielli zbriste në horizont, shije të gjata shtriheshin mbi shkret tir, por askush nuk ishte gati të ndalonte. Të nxitur nga nevoja për të zbuluar të vërtetën, Jacksoni dhe Markusi vendosën të qëndronin jashtë pas rënies së rrugës. Ata u bashkuan me policinë dhe rojet e parkut, vazhduan në heshtje vëzhgimin e elefantit të çuditshëm. Kafsha ecste me hapa të qetë dhe të qëndrueshëm, dallueshëm e pavetdijshëm se ishte në qendër të diçkaje shumë më të madhe se vetja. Duke nëdniste elefantin, përgjath shtegave dredhavendije, tensioni u rrit. Jacksoni, duke përdorur syrin e tij të stërvitur dhe përvojën vjeçare, ju kujtoi atyre të qëndronin vigjilent. Ai dinte se sapo të binte nata e çdo gjë mund të ndodhte, dhe pikërisht atëherë sekretet dalin në dritë. Ashtu si ekipi po mendonte për sfidat e vëzhgimit nokturn, ata vunë re një zhvillim të papritur. Një figurë hijore që lëvizte me një sjellje tinaze u shfaq nga periferia e shikimit të tyre me veshje modeste që përziheshin lehtësisht me natën. Ky person dukej se qëllimisht po i ndiqte elefantin nga distanca. Ekipi shkëmbeu vështrime. Interesi i tyre tani ishte rritur nga kjo prezencë e re. Figura lëvizte me besim, sikur ta njihte mirë tokën, dikush qartë që njohur me parkun dhe koçet e tij të fshehura. Të kujdesshëm për të mos tërhequr vëmendjen, grupi e përshtati rrugën e tyre. Tani ata po ndiqnin si elefantin e çuditshëm, ashtu edhe figurën misterioze. Ndërsa kalonin terrenin e ndriçuar nga drita e hënës, personi tregoi një aftësi të jashtëzakonshme për të qëndruar jashtë fampipamjes, duke përdorur hijet për të mbetur të fshehur. Nuk ishte hera e parë që bënte diçka të tillë. Pikërisht kur sa anëtarët e ekipit filluan të vënin në dyshim se çfarë po bënte ky person, u shfaq një individi tjetër. Ky i rasardhuri, qartë se jo ndanës, ju akrua shpejt të parit. Një dritë e shkurtër e hënës zbuloi se të dy ishin burra. I pari duke i ndanës i zonës, por pjesa tjetër e tipareve të tyre u gëlltit shpejt nga errësia. Dyshja u takua në nënbenjet i një peme të madhe të vjetër, zërat e tyre ishin të ulta, fjalët përcolleshin dopt nga freri. I fshehur pas shkurreve të dendura, Jacksoni përpoq të kuptonte se çfarë po thoshin. Ai nuk e njihte gjuhën, por urgjenca në tonin e tyre dhe fshehësia në lëvizjet e tyre folën shumë. Në atë moment, u bë qartë se elefanti nuk po e ndronte thjesht në park. Ishte pjesë e diçkaje shumë më të madhe. Burri ndanës dhe i huaj, qëllimi i të cilëve ishte i panjohur, u nisën përsëri pas elefantit. Me kalimin e orëve, kafsha lëvizte vazhdimisht më thellë në park. Ajo u largua nga tufën, një sjellje që po dukej tyeve një e njohur. Jacksoni, plotësisht i përqendruar tani, kuptoi se duhet të ishin të kujdesshëm.
Ai u shënjoi të tjerëve të qëndronin mbrapa, ndërsa ai dhe Markusi vazhduan ndiqimin në heshtje. Ata u zvaritën brenda, duke bërë asgoh në shonjë. Teleskopi i tyre kompakt mbeti në dorë, duke i ndihmuar ata të ndiqnin çdo detaj të vogël të asaj që po ndodhte në errësirë. Trioja e çuditshme, elefanti dhe dy ndjekësit, mbritën në një zonë të rrallë në park. Veprimet e njerëzve u bën më të fokusuara, duke sugjeruar se kjo nuk ishte rastësi. Kontrabandistët kishin gjetur një mënyrë për të përdorur terrenin e egër të parkut dhe jetën e tij të paharshme për të lëvizur nën radar. Ndërsa i afroheshin një hapësirë të ndriçuar nga drita e butë e hënës, një shtrim i vogël në atmosferë sinjalizoi një piktërnim kritik në histori. Burri ndanës i afrua elefantit me një lehtësi habitse, da sinjatyrën e sekrete të senës, kafsha në vend që të largohej, duke i se e besonte atë, diçka që i la Jacksonin dhe Markusin të shtangur. Elefanti i çuditshëm, mbi të qetësuar nga tonet e ulta dhe lëvizjet e gjeta të ndanësit, u risatët në tokë. Ishte një moment i huaj dhe pushetshëm, një interaksion paqësor që fshihte diçka shumë më të serioze nën sipërfaqe. Tani, aq afër sa mund ta prekte elefantin, burri filloi me kujdes të inspektonte shalën e fshehur. Me duar të qëndrueshme, ai liroi çantën me pamje të çuditshme, duke zbuluar një ndarje sekrete brenda. Një nga një, ai nxori çanta më të vogla, secila prej tyre mbante qartë diçka të rrezikshme dhe të paligjshme. Madhësia dhe numri i tyre sugjeronin se ky nuk ishte një operacion i vogël. Ajri i natës ishte i palëvizshëm, i thyer vetëm nga shushurima e butë e pemëve dhe tingujt e largët të kafshëve. Jacksoni dhe Markusi shikuan njëri tjetrin, me sytë plot mosbesim dhe një vendosmëri të përbashkët. Elefanti, i kapur pa e ditur në qendër të këtij shkëmbimi sekret, pushonte në tokë, i qetë, ndërsa skena zhvillohej. Burri vendas vazhdonte punën, duke hequr çantat nga shala me shpejtësi të ushtruar. Tani ishte e qartë se po dëshmonin një marrëveshje droge në proces. Ekipi i policisë i pozicionuar më mbrapa në hije qëndroi i fshehur. Instiktet u thoshin të prisnin, të vëzhgonin dhe të regjistronin çdo moment. Përmes teleskopit të tyre kompakt, Jacksoni dhe Markusi dokumentuan gjithçka në heshtje. Burri nuk e kishte idenë se po vëzhgohej. Njëra pas tjetrës, ai nxorri çanta të vogla droge nga hapësira e fshehur e shales. Drita e hënës pasqyrohej mbi përmbajtjen, pluhura të bardhë që konfirmonin natyrën ilegale të mallrave. Çdo hap i shkëmbimit u krye me kujdes dhe precizitet. Çantat u vendosën në rreshta të rregullt në tokë, duke krijuar një pamje të qartë se sa serioz ishte operacioni. Oficerët e dinin se duhet ishin të kujdesshëm. Nxitimi shumë shpejt mund të prish shansin e tyre për të kapur të gjithë përfshirët dhe pritja shumë gjatë mund të rrezikonte zhdukjen e drogës përsëri. Ndërsa dy burrat përfunduan shkëmbimin, elefanti, tani i lirë nga ngarkesa e fshehur, u ngrit dhe u largua ngadalë, i pavetëdijshëm për rolin që sapo kishte luajtur. Vendasi dhe i huaj u kthyen në errësirë, duke lënë pas një gjurmë pyetjesh dhe një ndjenjë të thellë urgjence. Duke shfrytzuar momentin e duhur, Jacksoni i dha shenjë policisë që priste me saktësi të llogaritur. Oficerët dolën nga vendet e tyre të fshehjes, duke rrethuar kriminalët e habitur, të cilët ishin plotësisht të papërgatitur për pritjen e papritur. Vendasi dhe i huaj qëndruan të ngrirë dhe rrethuar nga një shfaqje e fortë autoriteti që nuk e kishin parë të vinte. Stiva e drogës ilegale, tani e ndriçuar qartë në dritën e hënës, qëndronte si prove pamohueshme a aktivitetit të sindikatës brenda parkut. Të armatosur me prova të forta, të mbledhura përmes vëzhgimit të tyre të kujdesshëm, ekipi u përball me burrat pa hezitim. Me zbatimin e ligjit që po afronte shpejt, dy të dishuarit nuk kishin ku të iknin. Prova dërmuese nuk la vend për debat apo mohim. Një moment tensioni pasoi, por duke kuptuar se nuk kishin asnjë shans shpëtimi, vendasi dhe i huaj u dorëzuan pa rezistencë. Me udhëzimin e Jacksonit, ekipi lëvizi me rrjedhshmëri dhe arrestoi të dyshuarit. Të lidhur me pranga, tani duhet përballeshin me rezultatin e operacionit të tyre të guximshëm brenda parkut kombëtar Kruger. Me arrestimet mbëra, hetimi kaloi në fazën e tij të radhës. Jacksonit u kërkua të udhëheqte marrënjetjen në pyetje. Të përballur me prova të qarta, dy burrat kishin një zgjedhje: të bashkëpunonin dhe të zbulonin shkallën e plotë të rrjetit të drogës apo të përballeshin vetë me pasoja ligjore të rënda. Nën presion, ata filluan të flisnin. Hap pas hapi, ata zbuluan funksionimet e brendshme të operacionit. Çdo detaj që jepnin bëri një gjurmë. Duke përdorur këtë informacion të ri, Jacksoni dhe ekipi planifikuan dhe kryen arrestime të shenjestruara. Antarët e rrjetit të drogës që dikur punonin pa u parë, tani ishin të ekspozuar dhe duke u shkatruar.
Ndërsa çështja shpalosej u bë e qartë se sa e madhe ishte bërë sindikata. Njerëz nga të gjitha shferat e jetës, tërhoqur nga paraja shpejt, kishin marrë pjesë në një rrjet krimi që ishte fshehur në brenda parajsës paqësore të jetës e egër. Me ndihmën e Jacksonit dhe rrëfimet nga të dyshuarit të kapur, policia lokale kreu disa bastimje të suksesshme. Sindikata, dikur e bindur se mund të përdorte egërsinë e parkut simbolim, u mbyt më fund. Vendasi dhe i huaj u akuzuan për trafik droge, abuzim me kafshët e egra dhe konspiracion kriminal. Krimet e tyre, të rënduara me mënyrën si keq përdoren një azon aq të mbrojtur, kishin peshë serioze ligjore. Pasi luajti një rol të papritur por vendimtar në sjelljen e drejtësisë në parkun kombëtar Kruger, Jacksoni u kthye në jetën e tij të përditshme duke ndjerë të përmbushur. Eksperienca, ndonse sfiduese dhe pa planifikuar, ai e kujtoi marrëdhënien delikate midis njerëzve dhe natyrës, ku ata që guxonin të shfrytëzonin botën e egër do të përballeshin gjithmonë me drejtësinë. Çfarë do të kishit bërë ju në vend të Jacksonit? A mendoni se kriminalët ishin të zgjuar që shfrytëzuan kafshët për operacionet e tyre? Tregoni mendimin tuaj në komentet më poshtë. Mos harroni të bëni subscribe dhe të aktivizoni zilen për të tilla histori fantastike çdo ditë. Shihemi në videon e radhës.